Elpiniqi Mërkuri merr zyrtarisht detyrën si drejtuesi i re Spitalit Psikiatrik të Vlorës. Mërkuri u prezantua gjatë kësaj të martë nga drejtuesja operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor për jugun e vendit, Olta Ganaj. Ganaj e prezantoi Mërkurin fillimisht në një takim të gjerë me stafin mjekësor dhe administrativ të Spitalit Psikiatrik. Më pas, drejtoresha operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor për jugun e vendit, Olta Ganaj, dhe nëndrejtori i Spitalit Psikiatrik, Stiliano Lepuri, janë dalur në zyrën e drejtueses së re të këtij institucioni, Elpiniqi Mërkuri, ku folën gjerësisht në lidhje me objektivat dhe drejtimin e këtij institucioni të rëndësishëm shëndetësor. Drejtoresha e re e Spitalit Psikiatrik të Vlorës, Elpiniqi Mërkuri, takoi gjithashtu edhe mjekët si dhe stafin administrativ të spitalit, duke u njohur më gjerësisht gjatë kësaj të martë me ta, e duke shkuar në të gjitha zyrat dhe pavionet. Mërkuri është një figurë e njohur jo vetëm politike, në radhët e socialistëve, ndërsa aktualisht mban detyrën si drejtuese e Këshillit Bashkiak të Vlorës. Elpiniqi Mërkuri ka përfunduar studimet master të shkencave me certifikat ekselente dhe doktoraturën në universitetet e njohura ndërkombëtare. Studimet universitare në Tiranë i ka zhvilluar për psikologji klinike dhe më pas ndoqi studimet doktorale në Universitetin La Sapienza të Romës, në Fakultetin e Neuroshkencës Klinike dhe Psikiatrike, ku vlerësua me certifikatën e ekselencës. Mërkuri është botues e disa studimeve shkencore. Ajo ka një eksperiencë të gjatë dhe si vullnetare në OJF, si dhe në fushën e të drejtave të njeriut. Gjithashtu ka eksperiencë në administratën publike në sektorin e shëndetit mendor. Spitali Psikiatrik i Vlorës Ali Mihali tashmë do drejtohet nga Elpiniqi Mërkuri, që me sa duket ishte njeriu i dur për të marrë drejtimin e këtij institucioni. Dosja e Mërkurit u vlerësua edhe nga Komisioni ngritur në Ministrinë e Shëndetësisë, nisur jo vetëm nga eksperjencat e saj të mëparshme, por në veçanti nga arsimimi, i cili përshtatet me këtë pozicion të rëndësishëm si drejtuese e Spitalit Psikiatrik të Vlorës. Elpiniqi Mërkuri, gjatë takimit që ka zhvilluar me stafin e Spitalit Psikiatrik këtë të martë, ka premtuar se do të jetë bashkëpunuese me ta, duke bërë më të mirën për zhvillimin e mëtejshëm të këtij institucioni teje të rëndësishëm në shërbim të pacientëve, të cilët janë të akomoduar aty apo marrin shërbimin. Në drejtimin e Mërkurit, Spitali Psikiatrik i Vlorës do të plotësojë disa objektiva të rëndësishëm që do të lidhen me përmirësimin e shërbimit, por edhe në lidhje me një qasje tjetër që duhet ndaj pacientëve të këtij spitali.